Sot është dita 8 marsit, dita ndërkombëtare e gruas, dita e cila shërben jo vetëm për bashkimin e grave pa dallim feje, race, kulture, gjuhë dhe prejardhjeje, por edhe për të kujtuar përpjekjet për barazi, paqe, drejtësi dhe ndërtim për disa dekada. Në ditën e gruas, politika bashkohet me një thirrje, më shumë mundësi, investime dhe përkrahje për gratë dhe vajzat, si vetmi mekanizëm për të në shoqëri të shëndosh, vlerësohen gratë në role kyçe për vendin, protestohet kundër dhunës. Në shumë vende të botës, kjo ditë kujtohet si feste e protestës, si një traditë që ka nisur që nga fillimi i shekullit të 20. Historia dhe kuptimi një përvjetori të themeluar në vitin 1921 që na fton të reflektojmë për rolin e femrës në shoqëri dhe për çështjet kritike që ende ekzistojnë. 8 marsi është data kur në të gjithë botën festohet dita ndërkombëtare e gruas, e cila nuk është një ditë e feminizmit ekstrem, por momenti kur të gjithë jemi të ftuar të reflektojmë për çështjet që lidhen me botën femrore, mbi arritje të mëdha të çështjeve sociale dhe politike që lidhen me mundësi të barabarta dhe hapa të ardhshëm që duhen ndërmarr për të kapërcyer boshllëqet që ekzistojnë ende. Në sytë e njerëzimit vazhdon lufta ndaj të gjitha diskriminimeve dhe dhunës ndaj grave. Në të gjithë botën, gratë vazhdojnë të ngrejnë zërin e protestës për të luftuar kundër shkeljeve të shpeshta të së drejtës, për të qenë të sigurta e për të qenë të lira në zgjedhjet e tyre. Disa avantazhet profesionale dhe ekonomike janë disa çështje për të cilat gratë në të gjithë botën vazhdojnë të luftojnë. Edhe pse është e vërtetë që janë bërë shumë hapa përpara, veçanërisht në vendet perëndimore, është gjithashtu po kaq e vërtetë që rruga drejt barazisë gjinore dhe emancipimit social është ende e gjatë. Fillimisht, 8 marsi u shënua në Shtetet e Bashkuara, ndërsa sot protestohet dhe festohet në shumë vende të botës, ndërsa shumë njerëz e mendojnë si çështje feminist. Rënjet e saj qëndrojnë në lëvizjen punëtore. Dita ndërkombëtare e grave nisi nga lëvizja e punës për të bërë një ngjarje vjetore e njohur nga Kombet e Bashkuara. Gjithçka nisi në vitin 1908, kur 15.000 gra marshuan nëpër qytetin e New Yorkut, duke kërkuar orë më të shkurtuara pune, paga më të mira dhe të drejtën e votës. Ishte Partia Socialiste e Amerikës që shpalli ditën e parë kombëtare të gruas. Një vit më vonë, ideja për ta bërë ditën ndërkombëtare erdhi nga një grua e quajtur Clara Zetkin. Ajo sugjeroi idenë në vitin 1910 në një konferencë ndërkombëtare të grave punëtore në Copenhagen. Ishin 100 gra nga 17 vende dhe ato ranë dakord për sugjerimin e një zëri. Ajo u festua për herë të parë në 1911 në Austri, Danimark, Gjermani dhe Zvicër. 100 vjetori u festua në vitin 2011, kështu që nga ai vit ne po festojmë teknikisht 109 ditën ndërkombëtare të grave.